Mirëqenia për të dashur, mirë se erdhët në leximin e juaj të radhës. Jam fokusuar vetëm në të ardhmen të dashur, dhe me këto që shikoj është një periudhë bashkimi dhe vendimarrje të pjekur, ku të dashur Mirëqenia për ju hyni në një fazë ku dy gjëra duhet të ecin bashkë. Marrëdhënia dhe përgjegjësia, dëshira dhe realiteti, nuk ka ndarje mes dua dhe duhet. Të dashur Mirëqenia, është duke ardhur një bashkim real, marrëveshje, partneritet ose lidhje që po formalizohet, mund të jetë punë, dashuri, familje, kështu me radhë. Një vendim që mbyll paqartësitë. Një situatë ku gjërat marrin formë të qartë dhe zyrtare, me letra në duar. Kjo është fazë ku diçka ose bëhet serioze, ose vërtet përfundon. Dhe si do shfaqen gjitha këto në jetën e juaj të përditshme apo reale, në mënyrë shumë konkrete, do të ketë një bisedë vendimtare që do vendosë rregullat. Një marrëveshje që nuk lihet më në ajër. Një marrëdhënie që kalon në nivel tjetër. Absolutisht, si për shembull jeni duke frekuentuar, dalë bashkë, po kalon në fejes apo bashkëtesë, apo në fakt të mbyllet me dinitet që e di ku je. Këtu janë gjërat shumë të qarta Mirëqenia, nuk ka gjysmë zgjidhje, ka po ose jo. Do thot vërtet të qarta. Dhe çfarë e bën këtë periudhë të rëndësishme për ju? Kërkoj ndjes. E bën të rëndësishme nga që nuk po veproni më vetëm nga detyrimi, nuk po sakrifikoni vetëm për stabilitet të rem, po zgjedh atë që funksionon realisht në afatgjatë. Pra kjo është një periudhë ku vendimi marrë tani ndikon drejt për drejt në muajt që janë duke ardhur apo në vitin në plotni. Letrat tregojnë për një zhvillim të afër, qartësi në marrëdhënie, strukturë më të fortë në jetën personale ose atë profesionale, ndjesi, sigurie, sepse e di ku po qëndron, dhe gjërat edhe pse nuk ecin shpejt, fatkeqësisht Mirëqenia, po ecin sakt në drejtimin e duhur. Ajo që po vjen kërkon maturi Mirëqenia, dhe këtu të keni kujdes, jo hezitim. Nuk ke nevojë të provosh më asgjë. Këtu është vetëm të zgjedhësh. Vendos rregullat, zgjidh atë që mund të ndërtohet, e jo atë që mund të jetë me një pikë pyetje dhe mund të lodh jashtëmase. Pra, nuk është koha në fakt për hezitim. Asgjë s'duhet provosh, asgjë s'duhet të vendosësh, por të zgjedhësh. Kjo është ajo që është para jush të dashur Mirëqenia.